Përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin. Në fakt jam shumë i lumtur që po takohemi tani së bashku sepse kam çfarë t'ju them. Kur ju them kam çfarë t'ju them, do kënaqeni. Gjatë kohës që unë do të komentoj dhe do të sjell tek ju ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit, të rejat më të fundit për çiftin tuaj më të dashur të Medias Ros, ju do të shikoni një video që do të shkon gradualisht nga momente të bukura të Brikenës edhe Mateos. Brikena dhe Mateos para hynë shumë live, para postojnë shumë në rrjetet sociale, preferojnë që marrëdhënien e tyre ta mbajnë pak më intime, por unë e them fatmirësisht, të qenurit figurë publike, në asnjë mënyrë nuk mundesh marrëdhënien tënde ta mbash intime, në asnjë mënyrë nuk mundesh që të ikësh nga kamerat, sepse ndjekësit e zjarrt, mbështetësit e zjarrt të rrugtimit të tyre janë pikërisht me ato, janë aty. Dhe lajmi që do sjell tani, do të thënë Brikena dhe Mateo kanë shumë lajme. Ardhja e Brikenës njëherë, fillimisht në Tiranë, nuk është kot. Rikthimi i Brikenës nga Kosova në Shqipëri gjithashtu nuk është kot. Është një qëllim, është një arsye, është një pikë që Brikena do të na sjellë gjëra të bukura. Tani Mateo dhe Brikena fillimisht një herë kanë vendosur që të ndajnë një kohë të jashtëzakonshme me njëri tjetrin. Ato kanë bërë një paralele, do thënë çfarë paralele. Për herë të parë, pas Big Brotherit, live kanë hyrë kur kanë qenë në Prishtinë, që të gjithë u argëtuam, të gjithë e shijuam, mbaj mend që ka qenë ditë e diel në fakt, live i tyre i parë me një herë pas Big Brotherit, dhe çifti është pritur me duar trokitje, është mbështetur nga të gjithë shqiptarët, kanë dashur që të jenë më pranë tyre, dhe pikërisht me një herë sa Brikena përzgjodhi që të kthehet nga Italia në Shqipëri dhe në Kosovë, Brikena me një herë hyri live me Mateon. Fillimisht një herë Mateo dhe Brikena ikën në vizitë tek tezja e Brikenës, atje ku edhe Brikena dërgoi kuferët, pushoi një natë, relaksoi veten e saj, u qetësua një herë nga rruga, nga përditshmëria që në fakt e priste, dhe nga ana tjetër Mateo, i cili në këtë rast, domethënë, ishte pranë Brikenës, pa marrë parasysh se sa ditë qëndroi Brikena në Prishtinë, domethënë kanë qëndruar të dy së bashku. Se vetë fakti që Mateo dhe Brikena janë pikërisht në të njëjtën kohë në Tiranë tregon që kanë udhëtuar bashkarisht. Në momentin sa po kanë mbritur në Tiranë, që Brikena dhe Mateo qëndrojnë tek apartamenti i Mateos në Tiranë, Brikena ka bërë një live ku ishin ulur në një lokal, domethënë në Tiranë, që kishin përzgjedhur për të qetësuar veten, për të relaksuar pak dhe për të bashkëkomunikuar pak me studentët dhe me të gjithë ndjekësit që ato i ndjekin. Brikena dhe Mateo dukeshin shumë të lumtur, dukeshin shumë pozitiv, dhe në sytë e tyre, sepse ne jemi të gëzuar dhe të lumtur në momentin që ne realizojmë dëshirat tona, realizojmë qëllimet tona, në sytë e tyre unë pash një çift tepër të realizuar, por njëherët edhe shumë të dashuruar dhe shumë pozitiv në krahët e njëri tjetrit. Por pyetja më e madhe që mua më është bërë, më kanë ardhur dhe mesazhe të ndryshme, tashmë që unë kam një komunikim me publikun tim, duke më pyetur Tiron si e komenton ti qëndrimin e Brikenës dhe Mateos me Ed Manushin. A do t'jenë të ftuar në trotuar, ku do të flasin për marrëdhënien e tyre, a do t'jenë të ftuar në emisionin e Edit, apo do t'jenë të ftuar në të diel, apo do bëhet diçka e bukur. Tani, për të nisur Brikena një rrugtim mediatik, do me thënë, është pika e fundit vetëm shizon top, ose do të presim një sezon të ri i cili me patjetër që do të nisë në shtator, ku Brikena mund të nisë një rrugtim të bukur televiziv, nëse flasim në aspektin e moderatores. Unë mendoj që takimi me Ed Manushin është një takim i cili më së shumti është mes një interviste, që ndoshta Brikena dhe Mateo edhe mund t'japin të emisioni Ed Manushit për historinë e tyre të dashurisë, për ndjenjat e tyre, për 4 vite më herët që në fakt jo se të gjithë gjërat kanë dalë, çfarë ka ndodhur me to pas
Big Brotherit, a kanë takuar familjarët, si është ndeshur Mateo për herë të parë me dajuan e Brikenës e gjëra të tilla, do të thënë, pyetje të cilat në fakt edhe pikpyetje që akoma nuk janë marrur te publiku. Diçka që po zihet, kjo nuk diskutohet, se nuk është kohë takimi, domethënë nuk ishte kohë takimi me Visjanin, nuk është kohë takimi me Ed Manushin. Çdo takim ka një lloj prapavie, çdo dardhë, siç i thon një fjalë popullore, e ka bishtin brapa. Domethënë ardhja e Brikenës në Tiranë, pikërisht në këtë kohë, nuk është një ardhje kot, duke e ditur që ditën e nesërme edhe bëhen regjistrimet e të dielës, emisionit të diel, ne kuptojmë që Brikena dhe Mateo do të kenë një rol të rëndësishëm sigurisht në këtë edicion. Unë në fakt do kisha dashur që t'i shohim, sepse e di që edhe publiku ka një mungesë të jashtëzakonshme për to, për përditshmërinë e tyre, për marrëdhënien e tyre, për lidhjen e tyre, për të kuptuar diçka nga më shumë brenda prej tyre dhe mendoj që e meritojnë të dimë se si janë gjërat. Do të thënë e meritojmë të dinë se çfarë po ndodh me to dhe si po shkon dashuria dhe si po shkon përditshmëria e tyre. Në fakt e pres me shumë dashuri dhe sinqerisht do ta duartrokas të gjithë emocionin që ato do t'rregojnë tek publiku shqiptar. Në fund të kësaj gjëje, do me thënë shoh një çift të dashuruar, pash një çift të realizuar dhe një çift që vërtet diti të na fal emocione, diti të na fal pozitivitet dhe dashuri të mirë. Do me thënë janë ditët e tyre, presim gjëra të bukura nga ditët e tyre, presim gjëra pozitive nga ditët e tyre, presim energji të mirë nga ditët e tyre dhe mendoj që të na sjellin, e jam i bindur që do të na sjellin bomba që do të plasin atë ditë te publiku për marrëdhënien, për dashurinë, për respektin që ato të dy në këtë rast kanë krijuar dhe vazhdojnë ta krijojnë për njëri tjetrin. Domethënë jemi në një mes që Mateo dhe Brikena tashmë kanë se çfarë thonë. Në live nuk është se folën shumë, në fakt nuk ndenjën edhe shumë gjatë, shikueshmëria ishte maramëndse edhe pse nuk kishte paralajmërim, edhe pse nuk treguan as që do të hyjnë live, as se çfarë do të bëjnë live, as se si do të jetë live i tyre, domethënë s'ka patur asnjë gjë rreth kësaj, por gjithsesi domethënë kanë treguar një stabilitet jashtëzakonisht të bukur të marrëdhënies së tyre. Domethënë gjërat po shkojnë shumë mirë tek çifti, edhe pse janë përfolur shumë gjëra të shëmtuara, por fati që ato të dy janë bashkë dhe momentet e tyre na e dëshmojnë që dashuria dhe respekti dhe mirëkuptimi tek ky çift është dhurata më e bukur që mund t'i japësh me respekt drejtuar njëri tjetrit. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe dhe unë me patjetër gjë do t'ju sjell të rejat më të fundit të këtij çifti.